Përshëndetje, këtë qeni. Pra, një temë të rëndësishme kisha pas qef me diskutu ose me eksploru ma shumë kështu personalisht, pasi që vjen që jam në pozicion monologut këtu, jo dialogut ose diskutimeve të mazgjerume që në base mund ndodhen dikur në të ardhmen. Po, janë dy gjëra që më prekupojnë mu momentalisht. Para është natyrisht kjo çështja gati permanente që është duke u shndërruar në temë gjeopolitike të regjeve, politikës gjithandej, preferencave ndryshme politike, ideologjike, dogmatike, jo dogmatike etj, sidomos me luftën e fundit në Iran, çështja e dollarit. Sa larg shkon dollari edhe se si mundet mu pozicionu ose sa mundet mu pozicionu thellë dollari në ditët, javët në vazhdim, natyrisht për ata që në Forex kanë shumë të rëndësishme për shkak se janë njerëz të cilët merren në përditshmëri dhe e kanë preokupim bukur të thellë këtë çështjen e dollarit. Natyrisht, dollari penetron në 3-4 funksione të rëndësishme të sistemit të rrjetit global të tregut. E para është ajo kreditimi që është gati më e rëndësishme. Përpara se dollari ta ketë personalitetin e shkëmbimeve tregtare ose shkëmbimeve të përditshme ose që është në triliona dollar, duke i mos përfshi këtu derivatet financiare, kontratat financiare, options, future options, edhe gjithë ekosistemin bankar dhe të investimeve, llogaritet ose për llogaritet për afërsisht aty deri në 38 trilion dollar. Paradoksalisht, ose në mënyrë ironike, në fakt është paralel me atë që është më thonë një ndër, si themi, elefanti më i madh në dhomën e sotme të globit edhe të ekosistemit tregtar është natyrisht borxhi amerikan që qëndron mbi 38 deri në 39 trilion dollar për shkak se natyrisht Amerika përpos që i paguën investitorët e vet që investojnë në dollar, paguën përveç principalin, domethënë paran e gatshme, paran që kthehet në formën e investimeve, ka paguën edhe yield, domethënë një farë forme, normës interesi në depozit, si farë lloj depozite që është në Fed Fund Rates, që si nifet me terma tregtar. Pra, ta zëjmë 20 trilion dollar që shkojnë duar çdo ditë, që kanalizohen nëpërmjet të rrjetit të Mastercardit, të Vizës, si dy funksione entitete që mbajnë së gjalli edhe lubrifikojnë sistemin. Pra, kreditimi, linjat e kreditimit global të gjitha janë të kalkuluara edhe janë me matrix gjithë përfshirës në dollar. Pra, kjo është si themi ajo farë stadi i parë i rëndësisë që ka dollari sot. Kreditimi, a bën kreditimin renminbi, a bën kreditimin real, ta zëjmë me lirën i turke, çfarë do lloj denominacioni, çfarë do lloj funksioni të Forexit që ndërmerr, bëhet në dollar, transaksioni bëhet në dollar. Për këtë arsye Kina ka shumë problem, për këtë arsye jam shumë skeptik që do të kemi një valë të $dollarizimit të konsoliduar ose të integruar ose të përshpejtuar. Jemi në një trajektore që është në rënje, absolutisht. Jemi në një rënje bukur të theksueshme, sidomos prej Covidit e këndej, por mos harrojmë duhet të marrim parasysh shumë konstelacione. Tash nuk po du me fol, po kam qef me fol shumë kështu qartë, shqip edhe kristalt, pa përdorur variacione ndryshme të koncepteve, nocioneve etj, por kam qef me fol kështu për si themi mënyrë më direkte, më thjeshtë dhe më të kuptueshme për gjithë ndjekësit e mi, për gjithë ata dhe që nuk më ndjekin, por që e përcjellin punën time. Është e rëndësishme të kuptohet që kur flas për konstelacionet e kam fjalën për konstelacionet që përfshin gjeopolitikën, kulturën, ekonominë, gjeoekonominë unë e quaj. Pra. Ose siç e quaj termin dispersed uncertainty, që shpesh e përmendin, ndoshta e mbo i tepërt në këtë drejtim, por shumë e rëndësishme shumë të elaborohet se çka është. Konstelacioni i parë, pra, nëse ta marrim formën e një konstelacioni të formës geometrike të trekëndshit, ta zojmë A, B, C. A-ja
si konsideracion është aspekti i përdorimit ose objektivi i përdorimit të dollarit në transaksionet në naftë, të zemë, si që njifet petrodollari. Çdo produkt, derivat, karbohidrate që përdoret, që blehet, që shkëmbehet, që tregtohet, që eksportohet, që importohet, që ekstraktohet, është e vlerësume, e metrikume në dollar. Në çfarë denominacioni ka qenë para 100 vjetësh, kur britanikët kanë qenë parë që i kanë zbulu këto burimet, ka qenë natyrisht në funtën sterlingën angleze në atë kohë. Por pas luftës së parë botërore, në fakt para luftës së parë botërore, gjatë viteve 20-30, Amerika e merr primatin Britanisë. Britania ishte perandori i botës në atë kohë. Amerika e merr primatin sepse Britania e Madhe u lodh nga lufta 1914-1919, lufta e parë botërore, u dërmua ekonomikisht gjatë luftës së dytë botërore, nuk u prish kështu fizikisht siç u shkatru krejt Evropa, por Britania e Madhe mujti me mbrojt veten, edhe jo mu shndru vendin në gërmada, por dërmimi ekonomik ka qenë bukur fundamental edhe i thjesht, edhe i thellë. Kështu që e morën primatin amerikanët, e morën primatin dollari. Çdo, do të tash me zhvillimin e teknologjisë në sa të koshme, e kemi fjalën për teknologjinë, për Fordizmin. Për ata që kanë studiu ekonomi politike kuptojnë çka do të thonë Fordizmi. Kur veturat, automjetet e marrin barrën më të madhe të ekstraktimit të vlerës së inputit me krijim të outputeve ekonomike, sepse transporti bëhet mjet shumë i rëndësishëm, funksion shumë i rëndësishëm i ekonomive gjatë viteve 10, 20, 30, sidomos vitet 30. Kemi pas depresionin në vitin 1929, depresionin e madh, ku stock markets, krejt bursat pa të ndështu, bankrotim total të sistemit bankar, financiar, edhe automobilizmi edhe transporti, ekonomit u zhvilluan në anë të zhvillimit të funksionit të transportit. Vetura futën funksion, natyrisht me rritjen e veturave, me rritjen edhe prodhimin e veturave, e makinave natyrisht, kerreve siç e njohim në Kosovë, u rrit edhe nevoja dhe epshi edhe apetiti për të konsumuar shumë më tepër naftë, për të konsumuar natyrisht shumë më tepër hidrokarbone. Kështu që kjo për Amerikën ishte godsend. Domethënë është një fat i madh, por edhe një funksion që nuk është dashur i prej duar. Kështu që e merr Amerika primatin aty, përdor dollarin si mekanizëm primar të shkëmbimeve tregtare, edhe kështu gradualisht i futur rënje dollarit, sidomos pas luftës së dytë botërore, sepse mos harro, kthehemi te kreditimi, plani Marshall, edhe donacionet që i japën evropianëve pas luftës së dytë botërore, natyrisht ato nuk ishin donacione free, nuk ishte para e lirë, sepse Amerika nuk funksionon me atë mendësi. Amerika funksionon me mendësinë transaksionale. Njerëzit sot e akuzojnë presidentin Trump për transaksionalitet, ose një president që s'ka ndjenja fare, ose është i transaksioneve, ose s'ka, si themi, atë nivelin njerëzor nuk e ka primat, por e kanë gabim, për shkak se transaksionaliteti është veti e trashëgume e modës së kapitalit. Nuk po du me t'inglu si marksist, natyrisht që nuk jam, por Marxi ka pas të drejtë kur e ka vlerësu, domethënë konceptin e mënyrës se si kapitalizohet një ekonomi, se si kapitali është pikërisht edhe e mira edhe e keqja e shoqërive. Në Amerikë e ka marrë primatin e funksionit kryesor kulturor, social, shoqëror edhe ekonomik, gjithsesi. Edhe nuk ka llogari Amerika, sepse është ndërtuar mbi ato pllakat e blerjeve një pas njëshme të shteteve. Është ble mas pari Kalifornia, është ble New Mexico, jë ble vendet tjera, jë ble Louisiana për Francës, Meksikë, Spanjës e tjera. Amerika pra u kriju në bazë të konceptit edhe praktikës edhe objektivave të transaksionalitetit. Pra është e ndërthurur, por është e pjekur organikisht, kështu funksionon ekonomia, por edhe geoekonomia, geopolitika dhe diplomacia amerikane. Për këtë arsye, është rëndësishme që ta kuptojmë që transaksionaliteti i sotëm i ka rënje shumë më thella se sa vetëm marrjen e presidentit Trump. Na si njerëz i kemi memorien shumë të shkurtër në këtë drejtim, për shkak se e gjykojmë një pozicionim ose një rrethanë ekonomike, politike, shoqërore tashme vetëm në bazë të mandatit të një presidenti ose presidente. Por është gabim, duhet shkojmë shumë më thellë.
Pra kreditimi, si funksioni parë, funksioni dytë, natyrisht është përdorimi I produkteve, derivateve, kontratave financiare, të tregeve financiare për ekspansion të produktit financiar amerikan. Çka do të thotë kjo? America Inc., që unë flas shpesh, pra korporata amerikane, krejtë korporatat amerikane, krijojnë nivele të graduale të kushtëzimeve komerciale për aksionarë, për shembull. Ti nuk mund ta marrësh totalisht Google ose Apple si aksionar I jashtëm, sepse ti listohesh për aksionet B, nuk I merr aksionet A. Nuk I blen aksionet A. Aksionet A I blen kompanitë edhe America in vetëm. Domethënë është një farë lloj modeli vetë përbirjes ose vetë ushqimit, vetë ushqen, për shkak se dollari ja jep atë mundësi edhe atë infrastrukturë korporatës amerikane që ta përbi kapitalin e vetë dhe të krijojë vlera të reja. Për shkak se si krijon vlera të reja, një ekspansion I vogël I Google në Evropë, siç ka ndodhur në vitet 2000, ka kriju vlera të reja në Fed. Pra, në Fed raportohet bilanci financiar ose fleta financiare Google, kaq para, ta zojmë $1 trilion, $1 trilion duhet krijohet një linjë kreditore ose një linje paras që të futet në qarkullim në ekonominë amerikane për shkak se Google raporton rritje të vlerës së vetë komerciale në një shtet jashtë Amerikës. Pra, duhet ta kuptoni këtë mirë, se nuk është për rrallë, nuk është fantashkencë, pa marrë parasysh që u shkruaj fantashkencë, por është një funksion shumë I rëndësishëm në mënyrë se si kapitalizohet edhe si mekanizohet kapitali I korporatës amerikane. Kjo është më rëndësishme, pra ky si funksion është, domethënë derivatat. Patëm kreditin, derivatet, edhe treta natyrisht është deri dje ka qenë USAID, por janë edhe format e tjera të donacioneve që jepen, por në anën tjetër edhe ndërvarësia që kanë kontratat e dyta, tretat, katërta të korporatave të mëdha në sistemin e dollarit për shkak se është Gjabo, është ByteDance, është Mitali Indis, është çfarë do lloj kompanije, është nuk po më kujtohen 2-3 kompani të cilat janë shumë më të mëdha se sa ta zëjmë kompanitë më të vogla ose të rangut të mesëm në Turqi ose në Evropë. Po mund t'jetë edhe Volkswageni, mund t'jetë edhe Renault, natyrisht këto që janë entitete evropiane, Deber I Afrikës Jugore, Temaseki I Singapurit si fond sovran. Të gjitha e kanë ndërthurjen me anë të blerjes së kontratave të dyta të treta me participim të një masë të madhe të keshit të tyre si rezervë në dollar në Fedin amerikane. Kjo është shumë e rëndësishme për shkak se nëse keni vrejt Covid fundit, domethënë kemi pas ringritje të dollarit. Tash po shoh live, kemi një ringritje mbi 100.19, që para 2 javë ka qenë në 98. Pse? Po ndodh kjo për shkak se investitorët nuk të kallëzojnë ty. Ata nuk I kallëzojnë kërkuj hiç, as aksionarëve të vet. Ata investitorët të cilët I modelojnë mënyrën se si alokojnë kapitalin, e transferojnë atë në dollar, që po ndodh me fenomenin e euros, sidomos kompanitë evropiane janë duke I parku parat në dollar. Kjo I jep një levë bukur të rëndësishme SBA-ve edhe dollarit edhe e mundson avancimin e saj. Pra penetrimi I dollarit është tepër I thellë, edhe konstelacioni tjetër natyrisht konstelacioni kulturor. Shiko se çfarë po ndodh për shembull në Evropë. Mshoj Iranit andej, tutu me Katar, me UAE, me Arabi Saudite, me Egjipt, me këtë vende të tjera, tashti ato janë të godit ekonomikisht, për shkak se për 90% gati ka rënë turizmi në Dubai në vende të tjera. Çka do thotë trilionat e Arabi Saudite dhe lindjes me xhirit, paratë e xhirit, tashmë duhet të tërheqen nga asetet evropiane, sidomos asetet evropiane. Çka është kjo? Kjo është një goditje edhe kulturore. Për shkak se Evropa për këto 20-25 vitet e fundit ka pas varësi të madhe, jo vetëm në naftën ruse, por edhe në fondet edhe paranë e xhirit, sepse ka lejuar, ka demokratizuar, I ka hap atë pikën që gjithmonë e si themi e çekiçon. Me çekiç të rënd kështu J.D. Vance që thotë Evropës ju ka ndryshuar demografia. Pra kemi prani të madhe të njerëzve të cilët nuk janë fesë krishterë, ose nuk janë evropian,
të cilët kanë ardhur në Evropë tashti, edhe ky quhet invazion, a e quhen. Edhe kjo është domethënë konstelacioni I përdorimit të dollarit si objektiv kulturor për të ndryshuar formën. Tashti Evropa nuk ka gjasa me vetë financu çfarë do lloj projekti kulturor që vjen nga fetë ndryshme, të religione ndryshme, etnicitete të tjera që nuk janë me bazë evropiane, brenda Evropës tazë. Ose edhe projekte asimetrike që përdoren, kontrata ndryshme që Evropa mundohet me kriju influencë në Kinë, Azi ose në Australi kohëve të fundit për shembull. Pra konstelacioni I dytë është ai kulturor, konstelacioni I tretë I fundit, sepse nuk dua ta zgjas edhe tepër, për hir të kohës është natyrisht konstelacioni konstelacioni I ndryshimit sistemi e përdori shpesh në këtë farë nocionin e shkëmbimit të roleve dhe pozitave mes Kinës edhe SBA-ve. A do të jetë presidenti Trump, a do të jetë ndonjë president tjetër ose presidente tjerë, pa marrë parasysh çfarë ngjyrime politike ose çfarë ngjyrimi etnike, çfarë do lloj mbajeni in mend që prej tashme të ardhmen çdo president do të jetë më radikal karshi këtij konstelacionit të re, konstelacionit shkëmbimit të roleve, sepse Amerika nuk mundet këtë kohën me ble, nuk mundet këtë kohën me qenë konsumatore edhe absorbuese e krejt gjësendeve të botës, mallrave të botës, kështu që Kina duhet të zëvendësohet. Kaq për sot. Më shumë në Reelsat në javën e vazhdim. Faleminderit shumë, mirupafshim.